Flamur Mane, 66 vjeç, u plagos në orët e para të mëngjesit nga Det Dedaj, 65 vjeç, që kishte shkuar të vidhte për herë të dytë në stanin e tij, të dy banues në plug. Flamur Mane, i cili ruante natën në stanin e tij gjatë përleshjes me hajdutin, ka marrë plag në disa pjesë të trupit. Policia, pasi u njoftua, ka identifikuar dhe ndaluar personin që kishte shkuar të vidhte dhe e ka plagosur. Sipas policisë, menjëherë pas kallëzimit të shtetasit Flamur Mane, 66 vjeç, se gjatë natës sapo një shtetas kishte hyrë për të vjedhur në kasollen në pronësi të tij, ai e kishte konstatuar dhe gjatë konfliktit me të, autori tentativës për vjedhje kishte qelluar me armë gjahu. Shërbimet e policisë së komisariatit Lushnjë kanë organizuar punën për kapjen e autorit. Si rezultati veprimeve të shpejta hetimore dhe policore, u identifikua dhe u kap autori i dyshuar i rastit, shtetasi Det Dedaj, 65 vjeç. I dëmtuari, shtetasi Flamur Mane, ka marrë asistencë mjekësore dhe është jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprimet të mëtejshme. Sipas atyre që na konfirmuan komshinjt jashtë kamerave edhe disa ditë më parë, Flamur Manes i kanë vjedhur disa bagti në stanin e tij.